Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AM 35 vjeç banues në Shkodër për veprat penale, ushtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm, moslëshimi i kuponit tatimor, fshehja të ardhurave dhe punësimi i paligjshëm, pasi nga verifikimet e kryera në subjektin e tij tregtar, rezultoi se ushtronte aktivitetin në kundërshtim me ligjin dhe kishte 2 punonjës të pasiguruar. GV 32 vjeç banues në fshatin Bardhaj për veprat penale, tregtimi dhe transportimi i mallrave kontraband, kontrabanda me mallra që paguhet akcizë dhe kontrabanda me mallra të tjera, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në marketin e tij janë konstatuar mallra të ndryshme të dyshuara të kontrabanduara. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasën një më 27 vjeçe, banuese në fshatin Hot, pasi ditën e djeshme në fshatin Hot duke drejtuar automjetin, ka humbur kontrollin dhe si pasojë është përplasur me automjetin me drejtuese shtetase LM 44 vjeçe, banuese në fshatin Hot. Nga aksidenti u dëmtua shtetasja JM dhe pasagjeri në automjetin e saj shtetasi MM, i cili ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë në kujdesin e mjekëve. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AH 33 vjeç, banues në fshatin Ragam, pasi dyshohet se ka përndjekur një shtetase. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.